Në zëvim të ruar, imi presin me tua krokitje, së bashku me Trabuka Show dhe DJ Edoni, qiftin e mrekullueshëm, Lorisi dhe Elona! Shit.
edhe një gartë rëgjiti për Tarabuka Show dhe DJ Doni. Kanë qenë të mrekullueshëm. Hajde tash një zhurmë të madhe për çiftin e mrekullueshëm që e kena sot. Për momentin, po na duhen dy karrika, do shtiklla për femra dhe do kpuca për mashkull. Ju kisha lutë gjithve, ose të ulemi, ta shohim gjithë bashku, ose ta krijojmë një rreth shumë të madh. E kemi një lojë mes çiftit. Hajde, i ndërru. Veç që kisha lutë pak hapësirë ose më mirë, se e kemi lojë në rëndësi. Veç që do ta kemi lutë, Neve, kër na ftojnë për intervista, ne kom shumë siklet. Po që kësësi, kur po bje puna, mirë bo qifteve pytje, po t'jek në atësi se po e disa siklet janë. Sonte janë do pytje pak të fështira, po mu përgjigj me sinqeritet. Vaka ti, ki kujdes do më përre. Lume është kështu që se me ndonë që duhet me vondri, përgjigjet për vondri nuk do që së është vondri e që në këpusën, që se jeti e që e njëta është dhe për vondri, që se minan që është për nusën, e dhe të nusës. Për juve është këpusën. Jo me rejt. Na besojnë. Hajtë vazhdo me pyetjen e parë. Po filloj me pyetjen e parë dhe pse përgjigjen e tij. Cili ka thënë i pari të dua? Bravo! E dita. I ka hije mashkullit. Hajde shkoj me pyetjen e dytë, se unë kam pak ma që aty kur këm havën që aty pjesë. Cili vonohet ma shumë kur dilni prej shtëpisë? Edhe një dy si Fidani, vallaj. Edhe Fidani vonohet qështu si ti. A di qysh vonohen na, të ju prit juve? Gjithsesi dhëndër, shumë një që i sinqert. Cili i bën punën e shtëpisë? Nusja. Tash për ushqim po dihet, po jo bëj pyetje. Cili e përgatit ushqimin më mirë? Që. Kënej me punë hiqa ushqimin në banë për shtëti shkërë. Tash është një pyetje e vështirë, po me sinqeritet. E di krejt për shqyqe, veç hajtë. Cili është më xheloz? Që e në më qaj. Qysh mi bjen tash anonsja, a dhondre, cili jeni ma xheloz? Mësë që rrugë lëret, veç që shtu vazhdojë, rrugë të vërjë. Hajde bashkë po më interesën, cili shpenzon, cili hargjën ma shumë pare. Pas kem shtu e pas kem një. Jo si unë. Da me më qmenë që këtë dani, po hajtë s'po folë, s'po të ngu të sonda. Pas një debati, apo sheri, cili thët i pari më fajnë. Po bra! Mu po më interesën me ditë, cili boheni nervoz më shpejt. Për që ta i kërkom falje mi. Nuse po e di kanë krejt për ti që po shërvaz shpejt. Na me shkujturojna që të mirë dhe kemë. Se s'kemë zgjidhe të jetë, no. Po pra, që shfarë julli ashtë, mos bëhaj gare. Tash, cili e do zit veturën më mirë? Qashtë të nuse? Unë po menoj që Lorisi e vëzit më mirë, s'ti. Unë menoj që nuse. Që zotë rilën për thëtë që nusja, Loris që tu do vërgjitje për nusën shtash. Kush
e bën ligjin, kush është bosi i shtëpisë? Hajde në dorë trokitje. Shumë modest është Ondrej, bravo. Hajde në dorë trokitje për Ondrej. Po zbënë në godë për nusën. Të një të para se e vazhdu, po du me ditë kush po lihet ma shumë për nusën a për Ondrej. Hajde një zhurru të madhe për nusën. Hajde tash edhe një zhurru shumë për Ondrin. Sa po merë një pytje ku speciale. Kush i pagunë qekat? Elona! Pas ke pështu më në njëri, pas ke punë të mirë. Po. Cili ka pas emocione ma shumë për natën e sotit? Dyta. E këshyri. Ku është këmë shqef me shumë shisha bare? Kjo pytje shkën kush nuk ka qef me shku shisha barë, se në krejt jema qef. Jo, a? Një të tragedje shumë madhe për qiftin.